Gjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio unë kam ftuar kompozitorin Bardhyl Hysa, drejtues artistik në Qendrën Kulturore Pjetër Gaci. Mirëmëngjes Bardhyl, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, kënaqësi, mirë se e gjeta. Një fillim i marr i ditë. Faleminderit shumë, natyrisht të nisësh ditën në mikrofonin e radios, duket sikur ke përpara shumë dëgjues, shumë njerëz në Shkodër të cilët janë përveshur punës së tyre, por duke qenë se radio është komode për të ndjekur, besoj se kemi edhe shumë ndjekës. Radio fatmirësisht vazhdon me përçu shumë dashuri. Ne shpresojmë. Duket sikur jo në radio, por në një ambient kafe midis miq, si thosh. Shpresojmë t'u ofrojmë këtë kafe mëngjesi në mënyrë informative njerëzve kudo që na ndjekin. Në fakt, ajo që është objekti i bisedës së sotme është takimi kombëtar i orkestrave frymore që për 2 ditë zhvillohet në Shkodër, edhe 2 ditë. Madje që nesër fillon ardhja e orkestrave e disa pjesëmarrësve. Por e diela është caktuar dita, shpresojmë dhe koha të na mbajë, apo jo? Shpresojmë, por kemi zgjedhur pikërisht pranverën dhe majin, që është një ndër muajt më të lullzuar, më të bukur, që jo vetëm për Shkodrën, por edhe ato që vinë pjesëmarrësit ta ndinë veten si në shtëpinë e tyre, ta ndinë veten komod, jo vetëm për art për të performuar, por edhe të shijojnë edhe bukuritë e qytetit Shkodrës, edhe të pikave turistike që mund të jenë për 2 ditë që saç mund t'i lënë koha. Natyrisht, duke qenë se Shkodra për herë të dytë, madje pa kaluar vitin, vjet në shtator, ishte takimi paraardhës, dhe si vjet në pranverë është takimi tashti aktual. Natyrisht jeni në një përgatitje në një dasmë të madhe artistike, apo jo, si qendër kulturore dhe si bashki e Shkodrës. U nis ky aktivitet duke pa një lloj zbrastie të kohës së fundit të këtyre aktiviteteve për sa i përket trupave, formacioneve frymore. Sepse me ta ndër Shkodra, siç e din, ka një traditë të hershme në këtë fushë, dhe vitet e fundit sikur u ndërprej një bashkëpunim që kemi pas disa vite me radhë, u organizu një takim kombëtar në Sarand. Dhe atje pa diskutim që ne kemi evidentuar vlerat tona si Shkodër, por madje jeni vlerësuar, patjetër. 5-6 herë rresht, si më thanë, kemi evidentuar si trupa më mirë. Ishte periudha e viteve 2008-2013, domethënë kjo periudhë ka qenë që organizu. Pastaj pat një lloj shkëputje, një lloj ndërprerje, u tentu të bëhet në Tiranë. Atëherë thamë në Shkodër kuptohet me mbështetjen dhe miratimin e institucioneve përkatëse, pse mos ta bëjmë ne me që Shkodra ka një traditë. Mbi 140 vjeçare. Ashtu e vërtet. Do thonë ta fillojmë një herë me forcat tona. Shpresojmë që në të ardhmen ta na mbështesin edhe ministeria ose dikastierë të tjera që pas. Në fakt Bashkia e Shkodrës është organizatore e këtij takimi. Organizatore, institucionet e varësisë, bashkia është mbështetëse dhe promotore, kuptohet. Edhe financiarisht? Financiarisht, po diskutim. Diçka përshëndetëse natyrisht, sepse të stimulosh aktivitete të tilla dhe të tërheqësh trupa nga hapësira mbar shqiptare është diçka pozitive shumë. Në harkun kohor shumë të shkurtë, po bëhen 2 aktivitete ndërkombëtare, po i quajmë, siç është konkursi Pjetër Gacit dhe tash takimi i bandë. Pra, as 2 javë që përfundoi njëri, dhe janë 2 shtylla, 2 evente shumë të rëndësishme që dalin jashtë kornizës së qytetit Shkodrës. Pra marrin një vëmendje më të gjerë dhe Shkodrën e bëjnë epiqendër kulturore, si thosh, të klasit të lartë. Tashmë në organizim nuk ka shumë muaj që u fitua një lloj përvoje. Si do të evoluoj organizimi, ku do të ndryshoj nga takimi shtatorit në takimin e majit, në ky takimi i dytë? Normal, periudha është relativisht e shkurtër,
dhe paka shumë ne do të rrim formatit të organizimit të para disa muajve pra të vitit që kaloi në shtator, dhe në mënyrë modeste ne vazhdojmë në këtë takim nuk bajnë pjesë më shumë se 8 banda orkestra frymore, pasi do të jetë takimi do të jetë brenda një nate dhe do të performojnë rreth 15 deri 20 minuta program, secila kuptohet me karakter konkurimi, garus, kuptohet jo për tregu si thosh atë garen e madhe, por më tepër për të ballafaquar vlerat dhe stilet e formacioneve që ne kemi. Dhe kryesisht jemi mbështet në trupat që kanë tregu gatishmëri edhe vitin paraardhës, siç janë Elbasani, Durrësi, Berati, Lezhë, dhe nga i larg na vjen nga Tivati, vjen një trup muzikor që ishte edhe vjet, i bashkangjitet një formacion nga Kosova këtë vit. Domethënë që merr një shtrirje i firma ndërkombëtare ky aktivitet. Kuptohet interes kanë paraqitur këtë vit edhe 2 trupa, një nga Bosnia dhe një nga Kroacia, për arsye të ndryshme këtë vit nuk u bë mujtët, por që është e rëndësishme është që të paktën filloi të zëj vend si aktivitet edhe në jashtë qytetit Shkodrës dhe në vëmendjen e trupave të tjera. Dhe ne në qershor jemi të ftuar special në Tivat në një manifestim që bajnë ata në një kuadër të përvjetorit të bandës së tyre. Aty do të ballafaqohemi me gjitha bandat që janë pjesë e Ballkanit, Kroacisë, Bosnjës. Pra, është një marrëdhënie dhe kjo i shërben cilësisë aktivizimit, mënyrës së komportimit me spektatorin, me të tjerët, në garë, gjithsesi është një mundësi e mirë konkurimi. Sepse kemi nevojë jo vetëm këtu në Shkodër të kryejmë ato ceremonitë, kuptohet rutinë dhe që janë të rëndësishme për qytetin për të krijuar atmosferën, por kemi nevojë të shohim edhe çfarë bëhet edhe në qytete tjera, në trupa tjera, atmosfera, repertori, mënyra se si ato sillen qoftë në rrugë, qoftë në skenë, dhe kjo është shumë e rëndësishme, qoftë dizenju e paraqitja, janë shumë elemente që nuk duhen si të nënvlerësu dhe duhen të merren eksperiencat e secilave. Nuk e di, nuk kam njohuri, të gjitha qytetet e Shqipërisë kanë bandat e tyre apo jo të gjitha? Fatmirësisht kanë filluar të ringrihen siç i quajmë ne bandat e bashkive. Pra dikur kanë qenë ndoshta bandat pranë shtëpive të kulturës që kanë qenë në varësinë e ministrisë, por me kalimin tash me një mentalitet tjetër kanë filluar me kuptu që çdo bashki duhet të ketë formacionin e vet dhe ka band Korça, siç thash Elbasani, ka Durrësi, ka Berati, Tirana pa diskutim, por çuditërisht edhe këtë vit nuk na bashkangjit as Tirana as Korça. Arsyet nga më shumë. Patjetër që magneti do vazhdoj dhe në organizimet e tjera nuk ka se si me përpjekje maksimale, në fakt që t'ishin prezent edhe këto 2 trupa, kuptohet t'ishin mysafirë si artist, duke i lënë jashtë ato ndoshta në një mlefe ose në një problem që mund të jetë edhe qoftë edhe politik që s'ka lidhje me këtë takim. Në fakt, Shkodra ka një traditë shumë të hershme, madje do të thosha fantastike. Nuk dua që të zmadhojmë një diçka që s'është, por në fakt, meqenëse se kemi shumë tradita, për fat të mirë, në fushën kulturore, pikërisht në formacionin e bandës, ata datojnë në vitin 1877-78, apo jo? Kemi fatin e mirë që ne kemi një trashëgimi, është vull, si thusht, ajo historiku i krijimit, i themelimit të këtyre formacioneve, dhe është zanafilla, është qyteti Shkodrës. Dhe fatmirësisht kemi edhe studime që na kanë lënë pedagog tanë, Indjeri Tonin Zadane ka bërë një studim. Profesor Tonini. Dhe sigurisht që ka dhe dokumenta që janë original dhe mund të them
paktën në këto lexime që kemi bë, që këto kanë qenë shkolla e parë e profesionale e në ringritjes së artit në Shkodër. Pra këto bat fjalë këtu e 120 vjet, 150 vjet përpara. Dhe i thonë që nga viti i largët 1877, 76 që mund të kenë ardhur dirigjenti i parë Giovanni Canale ai ka ardhur kuptohet me iniciimin e një ati dom Markoçi, i cili pat mbledh ndihmën popull, pat ble instrumentat dhe pajtoi këtë mjeshtrin për marrë me punu dhe daton që koncerti i parë është dhënë me 24 dhjetor në natën e Krishtlindjeve pranë kishës katedrale. Kuptohet këtu është zona filla. Nga kjo trup për 4 vjet ai arriti të bëjë një repertor të pasur me mjeshtri dhe këtu spikati talenti i ri Palo Kurti. 1880 pastaj. Pastaj 1880 ndofta 82-shin, ai se në 82-shin ka ato Markoçi dhe 4 vjet ka qenë një bashkëpunim dhe ja ka dorëzuar në durr sigurta Palo Kurti. Deri në fillim të shekullit banda e Palo Kurtit në 1901-2 deri atëherë kur Palo Kurti në Diyarbakir ka qenë ai vendi i surgjinosjes atje dhe këtu nuk mbeti bosh vendi, apo jo? Ja, nuk mbeti bosh, fatmirësisht ai vazhduan siç e dim edhe fëmijët e Palo Kurtit, Zef Kurti është një ndër ato trashëgimtar që ka drejtu bandat në qytetin e Shkodrës edhe pas vdekjes së atit, pra bat fjalë në vitet në kohën Ahmet Zogut, pra në kohën në periudhën kur kemi pas shtetin shqiptar. Por para Zef Kurtit mund të them që 3 kolloset, mund të them 4, mund të them që kanë qenë që janë spikat në këtë periudhë dhe kanë operuar në bazë të shoqatave të asaj kohe. Frano Noja është një ndër to që e ka filluar ai e ka filluar në vitin 1889, pra i ta kanë disa vjet pas Palo Kurtit. Pastaj ky vazhdoi aktivitetin me bandën e bashkisë, kaloi në 1916 u kalu u shkrin këto dhe vazhdoi në 1916 edhe ka vazhduar aktivitetin e vet. Por mund të them një që ka spikat jo vetëm si drejtues, por edhe si thosh ai që vuri bazat e muzikës është Martin Gjoka. Martin Gjoka, domethënë ai për mua mbahet pionieri i parë i bazave që ka vu muzikën profesionale, pasi disiplina, puna që ka bëj profesionale me ato, aty spikatën dhe talentet e reja që fillun që ishin babalart artit muzikor shqiptar të viteve me pastaj. Këtu tregon atë largpamësinë e këtyre kollozëve të cilët siç duket periudha koha ja bashkangjiti edhe arteve të tjera, dramës, letërsisë, dhe ishte periudha rilindjes që edhe muzika do të jepte kontributin e vet nëpërmjet këtyre figurave. Kuptohet i fundit i tyre dhe ai kuptohet ma i spikatëri është Prengjakova. Ai drejtoi në vitin 1936 shoqërinë Antoniane, ku këto që e fillun këto djemë të ri, djemë të vegjël, tash ishin rrit që Zadaj, Tishdai, Daia, Pjetër Dungu, të gjithë këto emra të shquar. Madje në një intervistë që kam zhvilluar rreth vitit 2000 me kompozitorin, artistin e popullit Tishdaia, duke folur për Prengjakovën në vitin 36 kur Tefta Tashko Koço vjen në Shkodër për të dhënë një koncert dhe vend në hotelin të Kafja e Madhe,
Banda ku ishte Prendjakova, brenda një nate, repertorin e Tefta Tashkos mëson dhe i jep një koncert poshtë dritareve të Kafja e Madhe. Shumë e bukur. Një histori e mrekullueshme, po jo thjesht një histori, është një tregues i jashtëzakonshëm i artit. Vjen keq që nuk është regjistruar me ky moment. E pra s'kan qenë ato kohë, po gjithsesi këto janë fakte. Statistika shumë. Por në këto vite ka një lulëzim të bandave. Garnizoni Shkodrës, Shkolla Blotore Parrucës, Banda e Bashkisë, Shoqëria Antoniane. Të mos harrojmë sepse kemi zotni Tonin Zadeja ka numëruar 9 banda. Po 9 banda kësaj i periudhe, pra i ta kanë periudhë 60 vjeçare, që nga 1878 deri në vitet e çlirimit, si duket. Aty ndërprej ose më mirë me thënë deri në ditët e pushtimit fashist. Mandej filloi një epokë tjetër, kuptohet. Por këto janë ato që zanafilla e vun bazat e këtyre formacioneve, të cilat mandej na kalon në varësi të institucioneve shtetërore. Pasi këto ishin organizime të këtyre shoqatave shumë, domethënë në atë kohë, të cilat ndikun në lëvizjen ardëtare të asaj periudhe, pra ishte periudha e rilindjes, të cilët frymëzuan masat për aspirim për ideale të larta, në atë kohë që shumë kush nuk e dite ekzistencën e trojeve, ndarja, lufta. Pra kishin vlera shumë plançe. Vite shumë të trazume dhe si tush këto formacione dhe këto shoqata me emrat spikatën, se nuk ishin vetëm sektori muzikës. Në shoqërinë Bogdani, për shembull, spikasin emrat mëdhenj. Jo vetëm të Bogdani, por edhe të tjera, siç janë Gjergj Fishta, është Ndrej Mjeda, këto që vun bazat edhe të gjuhës shqipe. Dhe krahas tyne, imagjino Aderun edhe Art Martin Gjoka, Prendjakova, kuptohet, Palakurti. Pra gjithsesi hedhim dritë në një gjenez, do thosha, siç është formacioni orkestral frymor, por gjatë gjithë viteve banda në Shkodër nuk humbi, përkundrazi ka patur një rol në ditët festive, edhe në koncertet, madje unë do të përmend në vitet e fundit, por më pas do të ndalemi tek koncerti ynë i Shkodrës. Banda, formacioni frymor shihet edhe si pjesë e skenës, për shembull tek Gomari Babatasit, banda muzikore luajti një rol, një personazh në skenën e teatrit Migjeni. Unë do të thosha se këto koncerte, të paktën në Shkodër, nuk motivohen vetëm nga konkurimet ose nga një ditë e veçantë, përkundrazi, ato janë formacione aktive edhe në jetën artistike. Po, është si duket kjo pesha e traditës që vjen në vite, ne që tush në rëndon edhe e kemi si një model frymëzimi që ta ruajmë këtë trup dinjitoze edhe në ditë të vështira, edhe në kohën kur jetojmë me trazira ndofta politike dhe kjo trup është konsoliduar. Biles mund të them që sot është edhe herë është në ringritjet dhe në kulmet e veta artistike. Dhe këtë e vërtetoj edhe edicioni para një viti, por edhe ky vit që do një repertor i ngritur, do të thosha, një repertor që ka pretendime artistike, mjeshtri i madh Kujtim Alia në drejtimin e këtij formacioni është një fuqi, një burim fuqie për formacione, jo vetëm në qendrën kulturore të fëmijëve, por edhe si dirigjent i këtij formacioni. Do desha të ndalesha paksa në repertorin dhe programin e grupit të Shkodrës. Pa tjetër që ambicjet tona janë maksimale dhe kuptohet është vetë figura e Kujtim Alisi, cili për 30 vite tashmë e drejton atë band. Pra, ne na duket i ri, por ai ka eksperiencën e viteve, ka punën e madhe që ka bërë dhe kuptohet që me seriozitet
ne kemi arrit këtu. Dhe mund të them që edhe këtë vit unë ndofta jam afjatu me repertorin, por më duket se është një repertor surprizë që do të kenë fatin ata që do të dëgjojnë, do të jetë një premier, shumë gjana do të jenë premier për atë të luajtura për herë të parë dhe të ndëgjuara për herë të parë, sepse janë enkas për këtë aktivitet. Vjen tingëllimi ndoshta disi ndryshe dhe mund të them që e kanë pasunu këtë repertor edhe një nga shok tanë, si që kemi pas shok klaset, unë e ti bashkë, Roland Guri ka ba një punim mjeshtër i sidomos i punime të orkestrimit. Këtë rallë ai tentoi dhe ja ka arrit me sukses me formacionin e trupës sonë, ka sjell një dy këngë popullore shkodrane të njoftuna siç është Zanusha dhe Margjeloja, ai ka sjell në formën e jazzit me një tingëllim fantastik. Do të kenë fatin ata që do ta dëgjojnë në ditën e diellit. Plus na vjen një tingëllim tjetër, na vjen jemi inamoruar mas një Albanian Rhapsody, është një rapsodi shqiptare e shkruar në vitet 50-60 nga një kompozitor Georgian, mas gabom, i cili si duket a shfrymzuar nga tema shqiptare. Një ndër to është edhe kjo kënga Ramadan Sokolit, Turtulesha, dhe motivet e Vallës Çame, që janë këto triteshet, siç është kjo tritet që kanë këto çamet. Është po. Jam shumë kurioze ta dëgjoj këtë tingëllim. Me këtë tema ai ka punu dhe sikur mos ta dim kush e ka bërë, ne do të thoshim kjo vepër është shkruar nga Çezadeja, nga Tishdaia ose nga një shqiptar, dhe si ka mundësi që ai i ka punu në një mënyrë fantastike. Dhe mandej ai sigurisht ai ka bërë për orkestër simfonike, por për shtat për band mandej ka punu kujtimi. Po vetë është marrë, domethënë kuptohet, dhe e kishim me shumë siklet këtë vepër, ata vëm shumë e vështirë teknikisht, por me një tingëllim fantastik. Të nderuar dëgjues, ne flasim për kohë që kanë hedhur themelet të bazave të artit muzikor shqiptar, për kompozitor të shquar që i kujtojmë me një respekt dhe nderim, dhe vërtet të tillë kanë qenë, por të mos harrojmë se në Shkodër përsëri jeton, punon, aktivizohet, derdh emocione në artin e mrekullueshëm të muzikës përsëri një numër i madh, do thosha, nuk është i vogël, artistësh, të cilët kompozojnë, përpunojnë, përshtasin, dirigjojnë, mundohen çdo ditë të sjellin me një nivel të lartë artistik veprat, kështu që vazhda e njerëzve artist në Shkodër vazhdon, ekziston. Punon çdo ditë, vërtet një interes i veçantë. Po na shkruan Gjilda Martini, një muzikantja jon nga Shkodrane që jeton në Itali, dhe vërtet na përshëndet për aktivitetin natyrisht që do zhvillohet. Kisha dashur me marr pjesë në koncertet. Kisha dashur me marr pjesë, është vërtet. Në konkursin e Pjetër Gacit, pa diskutim, është e mirë pritur, ai do të vazhdojnë, ne kështu kemi dëshirë që të rrujmë lidhjet edhe me muzikantët tanë, sepse ata janë të famshëm. Para pak ditësh një orkestër e vogël, do thosha, me Elisabeta Qursaqin, Laura Bregun, Arian Dain, Leonard Plumbinin, të më falin, dhe 2-3 muzikantë të tjerë instrumentist, kanë dhënë në Itali një koncert të famshëm që kanë patur shumë sukses. Natyrisht një pjesë tyre janë nga Shkodra, edhe vijoj atë mendimin që përsëri Shkodra muzikantët, si duket është magnet, është një epicentër, kudo që të shkosh më merr mendja, këto e dinë më mirë, këto kolektanë që janë në Greqi, në Itali,
këto me zi shpresin rastin që të rikthehen ose dëshirojnë. Bardyl, formacioni, si është konceptuar, sepse dua të di edhe mbi muzikantët që interpretojnë, ata janë muzikantë po thuaj të afirmuar, apo mësues në shkollën e muzikës, instrumentist. Donë se trupa, nuk mund quhet amatore, sepse nuk është amatore, po profesioniste, nuk është e paguar enkas. Nuk është e paguar sepse ne konceptojmë këtë që nëse ka një rrok shtetërore, atëherë janë profesionistë. Jo, muzikantët janë profesionistë. Muzikantët janë për nga niveli, ato me t'ju paraqitur rastin, me t'ju paraqitur mundësia, ato bajnë mrekulliera, si tush. Dhe kemi ardhur në një moment të tillë që po thuj i kemi kompletu gjitha sektorët, sepse dihet që edhe këto lëvizjet nuk është kulloj të mbash një trup me 14 vetë, si më thënë. Dhe po thuj 100% janë tash i trup Shkodrës, kuptohet, me studenta, me mësuese, e konsolidume. Mund të them edhe një lloj si hariqi tjetër që po hedh shtat edhe banda e shkollës Prenjakova. Gjë e mrekullueshme. Po rikthehet edhe herë ajo tradita që pa të vu bazat i nderumi Lek Gjergji, zotni Leka. Nderim për punën e tij, ka punuar. Është afru në shkollën e muzikës një dirigjent, pra vazhdon tradita, ne kemi instrumentist në bandën e Shkodrës, por është dirigjent Admir Lekaj. Admir Lekaj është duke punu, duke drejtu, dhe na vjen me një repertor bajagit dinjitos bilis me grupin e shkollës muzikës. Vjen me marshin me këtë valsin hungarez, me Piratet e Karaibeve, është Ora Staccato që do ta interpretojnë Indrit Mlika, pra janë pjesë. Pra merr pjesë edhe banda e shkollës së muzikës. Shkodra me dy formacione. Interesante. Po ashtu edhe Lezhë modeste do të vinë. Po shumë mirë, jashtëzakonisht mirë, pse vënia mundësi. Pra që bashkitë kanë filluar sepse ky ishte qëllimi i takimit, që ne t'i bëjmë të ditur edhe atyne që mbështesin, që mbani këto trupa, sepse ju shërbejnë ju dhe ju ndërrojnë, si më thanë, dhe ne vjetë me diploma ndërrum po thuj gjitha trupat. Kurse këtë vit do të ketë karakterin garus që 3 trupat do t'jenë më të mira, kuptohet. Pra ndryshon nga viti i kaluar, sepse ka tashmë një stimul. Ka një stimul dhe ka një se tush diferencim të çmive të para, kuptohet, me pjesëmarrësit. Në juri janë ofruar personalitete? Pa diskutim. Domethënë pak a shumë do t'jenë ato që kishin bjetë, duke filluar nga profesori Zef Çoba, do t'jetë Halim Teqa, i dirigjenti i ushtërisë me vitet tëra, i bashkangjitet Osman Mula, këtë rrallë, janë edhe 2 instrumentista me përvojë, Xhemali Murra dhe Prokop Mima. Interesante, vjet ka qenë një organizim shumë i bukur në rrugë dhe në sheshet e Shkodrës. Si vjet si do t'jetë? Do të arrujmë këtë format. Pra, dita diele para dreken nga ora 11, gjitha trupat do të pozicionohen në pika të ndryshme të qytetit dhe ku do bashkohen në sheshin e Luiz Gurakuqi, dhe pre aty do nisem me gjithë para sheshit bashkisë, aty do performojnë marshe dhe për spektatorin, kuptohet, do të lozim edhe gjithë bashkë një marsh gjithë trupat. Mas dreke më dhejnë në orën 6, fillon takimi në Teatrin Migjeni, pasi mendum kështu sepse ka vepra që është e vështirë të tingëllojnë jashtë dhe thame të bajmë performancën në qytet, pastaj në darkë. Duke parë formacionin frymor si një formacion profesional artistik, do thosha, jo thjesht në kuptimin festiv që ai shpërndan me tingujt, por edhe ceremonial natyrisht, por edhe si koncert i ngritur. Absolutisht, tash si që thash, repertori tash është dinjitos dhe ne tash pa frikë mund të marrim pjesë në shumë takime ndërkombëtare, nëse na paraqitet mundësia, pasi niveli i interpretimit është
është masa i lartë. I afërmi që kanë në qershor në Tivat, në një takim ballkanik. Ai do të jetë takim, por bëhet në kuadrin e një përvjetori që ata kanë të bandës Tivatit, që shkon edhe ai rreth 100 vjet që janë kriju, mas Shkodër sigurisht, por edhe ata kanë një traditë në këtë fushë. Dhe aty punon një nga, duket është drejtuesi, ishte një nga këto vajzat shqiptare që bën edhe këtë lidhje në Shkodrës në Tivat. Është e rëndësishme që të ketë një ndërveprim kulturor në mënyrë që këto aktivitete të mirë edhe të mirë administrohen, apo jo? Patjetër. Organizimi tashmë është përfunduar pothuajse dhe që nesër pritet që formacionet orkestrale të vinë në Shkodër. Ata që janë më larg do të vinë nga Ferizaj ose nga Kosova, që është një trup me studentë dhe pedagog. Tivati vjen nesër, kuptohet. Berati mundet parë. Kurse këto që janë më afër mundën në armër në ditës së diele, dhe kështu e kemi bashkë përndamin. Dhe aktivitetet fillojnë që ditën e shtunën, besoj, dëgjohet atmosfera. Po gjithsesi, le të shpresojmë që edhe koha të mbajë, qytetarët e Shkodrës ditën e diel në orën 11 do të jenë të shoqëruar nga festiviteti i tingujve të orkestrave frymore, pjesëmarrëse në takimin kombëtar dhe mbar kombëtar, do të thosh. Ndërkombëtar. Meqense Shkodra, Bashkia Shkodër, Qendra Kulturore Pjetër Gaci janë organizuesit e këtij aktiviteti të madh, do thosha. Unë s'mbeti gjë tjetër veç se t'ju uroj mbarësi, sukses, ecuri të mrekullueshme ashtu siç deri më sot kemi patur. Shumë faleminderit, shpresoj që të shkojnë mirë dhe të kuptohet lajm gjurmë në këtë fushë. Ju falenderoj edhe ju që jeni kaq dashamirëse dhe kaq pranë të këtyre aktiviteteve. Në fakt, unë besoj se ky rreth i dashamirësve ose të interesuarve është mjaft i gjerë në Shkodër, sepse njerëzit interesohen dhe s'ka si të mos jetë ndryshe. Muzika, tingujt, siç ka thënë Beethoven, ngjallin zjarrin e shpirtit njerëzve. Faleminderit Bardyl, faleminderit dhe suksese. Faleminderit.